Në gjithë historinë e botës, barnatorët, jo farmacit, ishin shërbim të mjekëve. Mjekët u kthyen shërbim të farmacive. Po farmacia si korporat botror. Dhe këta shpikën ilaçin kimik duke zhdukur mjekësinë tradicionale, e cila bazohesh ke barrat, ke ushqimi, ke regjimi. Dikur spitalet, arkitektura e spitaleve, me dritare plot me xhama, po gjitha xham. Krevatet para diellit. Para diellit, po. U zhdukën, mbyllun i shtëpi dhe ishin pensionistëve. Mbyllun i shtëpi që s'distin, mos merrni vitamin D. Mbyllun i fëmijëve në shtëpi 2 orë, ke parasysh një çmenuri. Dhe kush i jep të vendime OBSH-ja? Dhe çështja është që unë kur vajta për të votuar në 11 maj, i thash njerëzve, më votoni mua, se do bëjnë nami që ta nxjerrë Shqipërinë nga OBSH-ja. Nuk më votuan mua, shkoj u miratuar. Në gjithë historinë e botës,